Na e bëri njëri me drita, ishte me një Benz. E bëri me drita në fjalë që po rroshet dheu, më fal. Pastaj ku afruam këtu, pam që ra kjo dhe nuk. Ke shpëtuar për sekonda. Po, besoj na 10 minuta kështu, diçka, 5 minuta diçka. Apo ja, më pak besoj 100-200 metra ishte ky, unë kam qenë mbrapa këtij. Zotëri, po juve si u ndjet kur patë qëra? Ra, 100 metra larg isha. Ja makinën 100 metra e ka. Momentin ku më nisi drita gjë se ka polici, erdhëm këtu, pa malin. Ai shpëtovi mirë, ai teatri me atë Benz. Ai po. Zoti e ka, çfarë më kanë tjetër. Prap mirë se po ne hapim rrugën, dy orë kemi si prisëm të hapim të kalojmë. Po, 4 fodroma, do ta hapin ato tani. Do e hapim. Rrosh. Po, Çfarë mendoni? faleminderit ty punëtorë që po kanë ardhur shpejt, urdhë? Çfarë mendoni se ka ndikuar? Ndoshta punimet për rrugën sipër? Vallai, nuk di t'ja shpjegoj për zotin për këtë punë. Faleminderit. Të nderuarin, faleminderit shumë. Sa kohë keni që jeni në pritje? Kemi një 2 orë. 2 orë kemi. Kemi shumë, tani erdhën 4 kështu. Po mendoj të përsekatosh, po faleminderit tyre punëtorëve që Është u dërguan shkatët. kursesh monti në këtë ftohtë që qëndroni këtu. Po tash me këtë ftohtë më krahasim me borën është më mirë. Ftohtë po krahasim atë më mirë. Ku ishin drejtuar? Nga Tirana ne për në Korçë. Po. Të nderuarin, faleminderit.